Strategji e re e BE-s për emigracionin. Komisioni Evropian prezantoi me 29 janar strategjinë e parë evropiane për menaxhimin e azilit dhe emigracionit, një dokument kyç që përcakton drejtimin e politikave të Bashkimit Evropian në këtë fushë për 5 vite të ardhshme. Strategjia synon krijimin e një kuadri të përbashkët evropian që kombinon kontrollin e rreth të emigracionit me respektimin e vlerave themelore të BE-s. Dokumenti ka 3 objektiva kryesore: parandalimin e migracionit palishëm, goditjen e rrjetave të kontrabandës, mbrojtjen e personave që ikin nga lufta dhe përndjekja, duke shmangur abuzimet me azilin, si dhe tërheqjen e talenteve për të rritur konkurrueshmërinë e ekonomisë evropiane. Një shtyllë kryesore e strategjisë është forcimi i bashkëpunimit me vendet jo anëtare të BE-s, veçanërisht me Ballkanin Perëndimor, Afrikën Veriore dhe lindjen e mesme. Këto vende do të kenë rol gjithnjë më aktiv në ndalimin e flukseve migratore drejt Evropës përmes marrëveshjeve që lidhen me vizat, tregtinë dhe ndihmën financiare. Teksti veçantë vihet tek kthimet dhe ripranimet, me vetëm 25 të urdharve të dëbimit që zbatohen aktualisht. BE-ja synon rritjen e ndjeshme të kësaj shifre, duke ushtruar presion më të madh mbi vendet e origjinës për të pranuar shtetasit e tyre. Bashkëpunimi në këtë dërtim do të lidhet drejt për drejt me përfitime apo penalizime politike dhe ekonomike. Strategjia parashikon gjithashtu zhvendosjen e procedurave të azilit me afër vendeve të origjinës, duke ngritur struktura pritëse jashtë territorit të BE-s. Kritikat paremërojnë se kjo mund të kthehet në outsourcing të azilit evropian, ndërkohë BE-ja hap dyrë për emigracionin e kualifikuar, por mbyll ato për emigracionin pa kualifikuar, që ka rrezikon të përshpejtojë ikjen e trurit nga vendet partnere.